Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka nevojë për 10 ditë kohë për të përgatitur infrastrukturën dhe stafin e nevojshëm. Para se të nisë rinumërimin e 1282 kutive të qarkut të Tiranës pas miratimit kërkesës Partisë Demokratike një ditë më parë. Janë 450.000 flet votimi që do të numërohen nga fillimi. E vendi ku do të realizohet ky proces nuk është vendosur, por duket se ambientet më të përshtatshme janë ato të Parkut Olimpik Feti Borova, ku realizuar numërimi i votave të diasporës. Sipas kërkesës Partisë Demokratike në Tiranë do të numërohen votat e partive së bashku me votat e pavlefshme, pasi demokratët ende shpresojnë se mund t'i marrin mandatin e 14 Partisë Mundësia. Nga ana tjetër do të rinumërohen edhe votat e kandidatëve, pasi Ilir Ali Mehmeti, Aslan Dojani, Lisandër Hoxha e Mimoza Hadarmataj pretendojnë se procesi ka pasur parregullsi. Por ky proces i rinumërimi do të përfshijë edhe votën e kandidatëve të Partisë Socialiste, pasi opozita këmbgul që verifikimi të jetë i plot, pasi sipas PD-s çdo parregullsi që mund të gjendet i shërben kërkesës së saj për pavlefshmëri të zgjedhjeve në qarkun e Tiranës. Ndryshe nga Tirana, në Dibër Partia Demokratike do të rinumërojë vetëm votat e kandidatëve të saj, për shkak të pretendimeve të kandidatit Xhemal Gjumshi se ka pasur parregullsi. Rinumërimi i 44 kutive të Dibrës do të zhvillohet mërkurën e do të kryhet në ambientet e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Mbetet për të parë se çfarë do të vendosë Komisioni i Ankimimeve dhe Sanksioneve për Durrësin, për të cilin gjithashtu Partia Demokratike ka kërkuar rinumërim të votave për partinë e kandidatit.